rekomandimeve që vinë nga Komisioni Evropian. Pra, për shembull, edhe në variantin e këtyre dy ligjeve, ose në rastin e këtyre dy ligjeve, duhet ju them që edhe varianti përfundimtar që kalon në Komision duhet marri një konfirmim nga Komisioni Evropian për të kaluar në seancë për të votuar. Kështu që në këtë këndvështrim për të qenë korrekt me përgjigjen e pyetjes tuaj, gjitha institucionet vetë sjellin, pra sepse ato janë ato që zbatojnë ligjin dhe ai që zbatojnë ligjin është i pari që shef që ka mos funksionalitete ose nevoja për përmirësime. Zoti Balla, përqendruar pak tek avokati i popullit, pasi ka qenë avokati i popullit çështja që nxiti Partinë Demokratike, konkretisht zoti Berisha që të njoftonte edhe mundësinë e tërheqjes nga dy komisionet parlamentare. Pse votuat Endri Shabani dhe pse e pat atë si figurën më të përshtatshme mes 5 kandidaturave të tjera? Unë uroj suksese avokatit të ri të popullit. Ditën e njëjtë zoti Shabani, siç e përcakton edhe rregulloria dhe kushtetuta, duhet të paraqitet në seancën plenare të kuvendit për të kryer betimin, të betohet mbi kushtetut për të shërbyer qytetarëve shqiptar. Besoj që ndajmë të gjithë vlerësimin që Endri Shabani është një kandidatur që vjen nga opozita. Për këtë zbesoj, po tani mendoni që 36 mandate sa ka grupi parlamentar i Partisë Demokratike mund të zgjidhë një avokat popullit? Nuk e zgjedh dot. As bashkë me dy grupet e tjera sa shkojnë këta 49-50 sa janë. Që të zgjidhë avokat popullit duhet të zgjedhet nga ne. Pra duhet marrë dhe votat tona. Dhe ky është rasti, ju lutem, ky është rasti më i mirë i zgjedhjes ndonjëherë të avokatit popullit në Shqipëri. Kanë ardhur 6 kandidatura nga opozita dhe hyn të 6-ta në votim dhe u zgjodh njëra prej tyre. Fiks siç e propozoi edhe vetë Partia Demokratike. Në kundërshtim të plot me ato se çfarë keni thënë ju zoti Balla, që nuk duam një avokat populli politik. Zoti Shabani kokën politik pasi ka qenë kryetari një partie politike i cili dha dorëheqjen vetëm për të garuar si avokat populli. E para duhet të jesh korrekte me kur vet diçka në gojën time. Unë kam thënë që nuk do të jetë i Partisë Socialiste. Jo, keni thënë që Lidio Brown e rrotullohet me votë si avokat partie. Të lutem. Unë kam thënë që në sot 2 javë merreni në këto 3 vite. Të lutem. Dhe kam thënë që ne do votojmë një prej kandidaturave që do silli opozita. Kështu që ne votuam kandidatin që solli opozita. Dhe fakti që këta po hahen apo grien me njëri tjetrin tregon që fajin e kanë vetë. Ish aleati i tij, zoti Adriatik Lape, ka akuzuar për pazar me mazhorancën dhe me Partinë Demokratike në këtë rast. Si përgjigjeni ju? Jo, këtij nuk jap kurrë përgjigje. A ka një marrëveshje mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste për avokatin e popullit që prek ndoshta dhe reformat? Edhe një marrëveshje mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike për Endri Shabanin si avokat populli, pra u jepet Endri Shabani, por do bëni lëshime tek 2 reformat? Po të vinë këta, se këta po ikin nga reformat. Po sa tash pyetja juaj e ka marrë përgjigjen. Fakti që këta nuk po vinë ke reforma tregon që s'ka një marrëveshje. Nuk kanë thënë që s'vim në reforma, kanë thënë s'ka bashkëpunim. Po reforma pa bashkëpunim s'ka. Ti thua hajde martohemi, po mos lëm bashkë. Po martove duhet të bësh ta detyrë. Marrëveshje mes 2 palë? Nuk ka marrëveshje për këtë. Rrini qetë, por besoj edhe një herë. Kishte nuk besoj se do na i thoshit publikisht. Po. Unë ju e dini që bashkëpunimi me ju e kam të shenjtë. Bashkëpunim më të mirë se me firmat e PD-s dhe votat e PS-s besoj nuk ka, zoti Balla. Ja, Eksiola e dha dhe përgjigjen e pyetjes fundit, gëzuar festat. Faleminderit, zoti Balla.